Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrua vëllezër, jemi në takimin e radhës në këto takime tona të sabahut dhe në takimin e fundit, alhamdulillah, kemi bërë një përmbledhje dhe përmbyllje të një udhëtimi të gjatë në librin e Imam Bukhariut rahimullah al-Adab al-Mufrad. Pasi ka përfunduar ajo seri, ne vazhdojmë tutje me takimet tona inshallah, por disa takime pak më relaksuese, pa kalu në ndonjë libër saktuar, dëshiroj që të ndaj disa meditime së bashku me juve në lidhje me një çështje në temë madhore të Kur'anit. Allahu te barekuta në Kur'an ka përmendur tema dhe udhëzime nga më të ndryshmet. Por jo të gjitha temat e kanë të njëjtin trajtim, të njëjtin nivel, të njëjtin pozitë. Ka disa tema që janë tema të qendrës, tema boshtë. Rreth këtyre temave sillen temat e tjera. Prandaj e udhës është që ne t'i kushtojmë mendje të rëndësishme temave të këtilla. Si për shembull tema e besimit në Allahun te barekuhu te ala, është tema e epiqendrës, është temë rreth të cilat sillen shumë tema të tjera. Madje të gjitha temat e Kuranit sillen rreth besimit në Allahun. Ahireti është temë epiqendrike, është temë e bazës, është temë domthonë e veçantë që rreth kësaj teme sillen shumë tema tjera. Prandaj aq sa i ka dhënë Allahu rëndësi një teme, aq do t'i kushtojmë edhe ne rëndësi asaj teme. Nëse një temë është nga temat e para, nga temat bazike, e tillë do të jetë edhe në jetën tonë. Ka tema tjera që për shembull janë me një nivel pak më të ulët. Edhe ato janë të rëndësishme, nga se çdo temë që Allah e ka trajtuar në Kur'an është e rëndësishme, padyshim, por disa janë më të rëndësishme. Dhe kështu duhet edhe ne ta ndërtojmë interesimin tonë për këto tema. Nga temat e mëdha të Kur'anit, që Kur'ani flet shumë për to, është tema e pejgamberëve të Allahut mënduar. Pejgamberët zënë një vend të madh në temat e Kur'anit. Madje temat e besimit, temat e ahiretit zakonisht ndërlidhen edhe me temat e pejgamberëve. Nga se Allahu te barekuhu te ala, gjitha këto mësime që kanë bënë me besimin, që kanë bënë me ahiretin, që kanë bënë me shpërblimin, me dënimin, me udhëzimin, me adhurimin, gjitha këto çështje e këto tema Allahu i ka përcjell përmes njerëzve të përzgjedhur, të quajtur rusul, të dërguarit e Allahut mënduar. Ata Allah i ka përzgjedh me urtësinë e dijen e tij dhe janë njerëzit më të mirë që kanë shkel mbi fytyrën e tokës. Ata janë realisht edhe modeli i besimtarëve. Sikurse Allahu xhallahu ka thënë edhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. Këta janë ata që Allahu i ka udhëzuar, andaj ndiqe udhëzimin e tyre. Allah i ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këta janë ata që Allah i ka udhëzuar, këta janë të udhëzuarit. Andaj çdo udhëzim sillet rreth pejgamberëve. Çdo drejtësi vjen nga pejgamberët. Dhe çdo padrejtësi dhe devijim është në kundërshtimin e pejgamberëve. Ky rregull. Dhe nëse ti e përcjell Kur'anin dhe lexon Kur'anin, ku Allah flet për pejgamberët e Allahut te barekuhu te ala, do të gjesh se pejgamberët e Allahut janë njerëzit që ja kanë dashur njerëzve më shumë të mirën. Nuk ka njeri mbi fytyrën tokës që është mundu e është përpjek, e ka dhënë mund për të mirën e njerëzve, pa asnjë interes për tyre se pejgamberët. E ata e kanë deklaruar publikisht për njerëzve. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne nuk presim nga ju as shpërblim e as falëndrim. E kanë bërë mundin, angazhimin dhe janë sakrifikuar, madje janë përsekutuar veç për hir të Allahut mënduar. Kështu që shembulli i pejgamberëve ndërru vëllezër është më vetë një shembull që nuk bën marrashkalu. Unë nuk dua të fol për pejgamberët si temë, dhe kjo është temë veti, edhe i ka trajtime të veta.
por dua që të përzjedh disa çështje që Allahu për to flet në Kur'an për pejgambert, e ne ti marrim mësim. Një lloj meditimi rreth pejgamberëve, rreth punëve të pejgamberëve, rreth aktivitetit të pejgamberëve, rreth disa çështjeve që ndalin me pejgambert, kryesisht të ndërtuara mbi dy shtylla kryesore. Meditime rreth pejgamberëve që kanë të bëjnë me dijen që e kanë shpërndarë, dhe meditime rreth pejgamberëve rreth adhurimit të tyre ndaj Allahut te bareka ve taala. Në çfarë dije pejgambert kanë shpërndarë, me çka i ka mësuar pejgambert njerëzit dhe si kanë përfituar pejgambert nga kjo dije që do të përfitojmë. Këto meditime të rëndësishme nga se pejgambert realisht janë manifestimi praktik i udhëzimit të besimit. Ata janë ku njerëz Allahu te barë në tokë nuk ka zbrit me lajke që ato të jenë pejgamber njerëzve. Përshka se me lajket nuk e ka natyrën e njerëzve. Me lajket nuk hajnë, nuk pinë, nuk martohen, andaj nuk unë me konë shembull për neve. Nërsa Allahu ka sjellë pejgamberët të dërguar, dhe se dhe janë njerëz, janë mes e njerëzve. Ta hajnë, pinë, martohen, shtohen, smuhen, vdesin, e kështu me radhë. Prandaj janë shembull për neve. Janë shembull për neve. Allahu xhallahu ora të ndërua vëllezër, nga kujdesi i tij për njerëzit është një dërguar pejgamber. Njerëzit zakonisht kur flasin për kujdesin e Allahut, për shembull për rrezikun, furnizimin e Allahut ndaj njerëzve, kryesisht fokusohen tek aspekti material. Allahu na ka dërguar ajër, Allahu na ka dërguar ujë, na ka dërguar ushqim, kujdes për ne është vërtet kjo. Mirë po, nëse mediton Kur'anin do të gjesh se kujdesi më i madh i Allahut për njerëz është dërgimi i pejgamberëve dhe zbritja e librave. Çto është kujdesi Allahut te barekualla? Dhe kjo e më kuptu çka? Jam më kuptu se udhëzimet me të cilat ka dhënë pejgamber janë më të rëndësishme se ushqimet dhe pija. Për shembull, a mundesh me kalu një pjesë të ditës pa ushqim e pa pije? Mundesh, na agjërojmë. Ka njëri agjërojmë 15 orë, 16 orë. Ka vene ku njëri agjërojmë 20 orë. 20 orë nuk hanas nuk pinë. Ka njëri që nuk hanas nuk pinë ndoshta me ditë. Për shkak të gjendjes së shëndetësore. Mirë, pa mundi njëri me që jetën, që shduhet. Për shembull, disa momente, në 7 orë, pa udhëzim të pejgamberëve, nuk mundesh. Për shkak se pejgamberët kanë ardhur me dritë, me udhëzim, me besim në Allahun te barekualla. Para ne, për shembull, me mbyll sytë, me thonë, çka nëse një orë bomakia, krejt që ka kolbe me islam i harroj. Hizdi as kush o Zoti, as pejgamberi, as. A ke pasit e menaj shtush, e u dhe bila, qosh, jo kjo zbën me ndodhëm. Sune pararani musliman që me pas momente gjatë ditës që kur falidi me Zotin s'ka. Heq, as din me përmen, as din me madhnu, as din me madhru, kur që din, që kështë të konë jetë atjene? Një orë me konë veç. Parna me konë një ditë, 2 ditë, të merë. Prandaj pejgamber ka nërë me qëta. Që na me qenë të lidhur vazhdimisht me Allahun te barekualla. Të njerëzit kur nuk kanë qenë të lidhur me Allahun te barekualla, e kanë humbur rrugën. Allahu përmend popullin e Yunusit alayhis salam në Kur'an, që Allah e ka dërguar Yunusin në mesin e, domthonë, një popull të madh. 100,000 au yazidun. Allahu kanë qenë për 100,000 vet. 100,000 vet në do kënë shumë, sot nuk ka shumë, se ka shumë popullate, po para 10 shekujve, kur popullata ka qenë më rrallë, ka pas njerëz më pak, e me konë një vendbanim, për shembull që i ka pas më shumë se 100,000 vetë, ka qenë metropoll i madh, e te këta ka dërguar Yunusi alayhis salam. Si kanë besu e kanë refuzu, edhe ai ka hek dorë për tyne. E dini rrëfimin e Yunusi alayhis salam që ka ndodhur, kur ka gëlltit balena, kështu me radhë, tema e pejgamberit Yunus alayhis salam është temë e rëndësishme. Mirë po, kur ka shku Yunusi për tyne si pejgamber, kanë mejtë pa pejgamber. Dhe ju ka ardhë dënimi Allahu xhallahu ala, shenjat e dënimit.
tamam si e ka paralelu Yunus a.s. Kër i kanë po këtë shaja, kanë, vallaj, që kjo që thë ke Yunusi, po të më në gjithë. Që me bo? Përshojnë dënimin Allah të përvjen, që ka me bo, s'kan di që ka me bo. Pejgamberi nuk ashtë qësh me vetë, as kanë ditë me përmendë Allahun, as kanë ditë me besu, as kanë ditë me mu pëndu, s'kan ditë, nuk kanë ditë. E kanë dalë bura, gra, e thmi, e kafsht, e baktit, kejti kanë marri, kanë qitë me një farë, si kodrinë, edhe se cili qysh ka ditë, ka bërtite, ka vajtua Allah në apështo, s'kan ditë që me thonë. Me po pas pejgamberin mes në tyne, apo një fjallë o krymësu, qysh të këthenu i këshri puna. Apo e shenë të vonë, qysh është dunjoja pa pejgambert, e erët, e të merë. Në djetarët e kam përmenë se gjdo udhëzim dunjoja që është, edhe sot në kohën tonë, gjdo e mirë që egziston në dunjoja sot, është për shkak të mësimet pejgamberve. Dhe gjdo errësirë, e të merë, e mjerim, që është mes të njerëzve për shkak se nuk janë prezente mësimet e pejgamberve. Kjo është edhe tek individi, edhe tek familja, edhe tek shoqëria, tek njerëzit përgjithësi. E ku s'ka prek mësimi i pejgamberve, ka me shkret. Ku s'ka prek mësimi i pejgamberve, ka me terr, errësirë ka me. E bota ka shumë errësirë, edhe pse mundon me i dhëz drita sa dush, dhëz sa dush dritat falso, drita udhëzimi si nuk është, zemra është errësuar, jeta është errësuar. Andaj pejgamberi Allahut kanë me ndriçu jetën, me ndriçu mendimin e njerëzit, me ndriçu rrugën ka me shkuar ato. Dhe këta njerëz me rëndësi, do të mësoj për ta me lexu Kur'an. Qase Allah i ka mësuar drejt, e ata na ka mësuar neve ashtu sikur si ka mësuar Allahu te barekuhu teala. Ja njerëz të përzidhur te Allahu xhallahu ala. Prandaj të ndërvozër pejgamberët me çka kanë ardhur tek njerëzit. A kanë ardhur pejgamberët tek njerëzit për shembull me mendimet tyne, na menojmë se kjo është e mirë për juve. Jo, as kanë qenë pejgamberët filozofa, që në orë kanë filozofu, për shembull në mënyra ndryshme, duke tentuar me gjetë diçka që tjerë s'janë tu pa kështu me radhë. Jo, s'janë ardhur me këtë. Pejgamberët kanë ardhur me udhëzim, me shpallje. Allahu i ka mësuar, e ata e kanë përthe shpallë. Nuk me qëka kanë ardhur? Me dije. Me dije. Allahu ja u ka jap dijen, e ata e kanë shpërndon dijen. Prandaj stacioni i parë i meditimit rreth pejgamberëve është meditosh rreth dijes së pejgamberëve. Çka kanë ditë pejgamberët që tjerët s'kan ditë? Dhe çfarë dije kanë shpërndar pejgamberët? Çka është mësimi me gjetë në Kur'an? Me çfarë dije kanë ardhur pejgamberët? Çka kanë ditë pejgamberët që tjerë s'kan ditë? Për shembull, përmendoni Muhamedi alayhis salam Mekë tu fol për një temë, ama për çfarë temë ka pas më dishum. A ka mundësi me ndodh? Jo, s'ka. E pa mundshme është. Dija me të kanë pejgamber, realisht ka qenë dije që veç ata e kanë ditë. Edhe ata që e kanë mësuar pe pejgamberëve. Dhe kjo i ngrit pejgamberët në një shkallë të lartë që quhet mësuesit e njerëzimit. Kena folë këtu për mamati. Ata mësues të njerëzimit. Kush do të më mësu, do të më ulte pejgamberët. E në veçantë më i madhi tyne, i fundit kush? Muhamedi alayhi salatu wasallam. Ai është mësuesi i këtë njerëzve. Toni mësonai. Ai ka këtë mësu. Edhe në ato që ai ka më mësu kur kush s'din më saj. Ai din ato punë më mirë. Për shkak se Allah e ka mësuar. E cila është dija që kanë me to pejgamberët? Dija kryesore të ndërvozër. Dhe që kjo është atë boshti i kësaj teme. Krejt çka sillet rreth saj. Më e rëndësishmja e krejt mësimeve, këtë udhëzimet pejgamberëve është se pejgamberët Allahut kanë ardhur më mësu kush është Allahu. Nësë shumë ditë kush është Allahu te barekuhu. As kush na ka kriju, as kush na furnizon, as qysh me besu në ta, a këshëm ditë? Ja, as këshëm ditë. Dhe çështja më madhore që me te kanë ardhur pejgamberët është dija. Dhe njohurit më të rëndësishme në raport me këtë dije që kanë ardhur pejgamberët me i përcjell është kush është Zoti yt. Kush është Allahu xhalla xhelaluhu. Dija për Allahun te barekuhu teala.
Njohja e Allahu xhallahu ala. Kjo është tema më madhore dhe janë informatat më të rëndësishme në jetën tonë që kemë mësuar njëherë për diçka. Më e rëndësishme. Domthonë, më e rëndësishme me ditë emrin e Allahut se emrin tënd. Pse? Se emri i Allahut, emri i krijuesit, është emri i atij që gjithçka është në dorën e tij, ti je robi i tij, apo? Andaj emri i tij s'bën më harruar. Emri Allah ose emrat e tjerë që i ka Allahu te bareku teala. Pastaj emrat e Allahut janë emra real, janë emra tamam që tregojnë kush është Zoti. Për shembull, emri i Allahut Ar-Rahman, i gjithëmshirshëm, që mëshira e tij ka përfshirë gjithçka. A është emër real apo që emër është? Jo real është. Allahu është çështu, çysh ka thonë çështu është. Mi po njërë me pas emrin për shembull i mëshirshëm, çështu e ka emrin atë. A ka mundësi me koni vrasht? Ka mundësi, veç emrin e ka çështu se lidhe me emrin s'ka. Sa njerë kanë emrin të mirë, po lidhe me atë emrin s'ka. A ka njerë që ka emrin Muhammed? A ka? Për nëse asë në Allahun s'beson, se ne me pasu pejgamberin son, emrin e ka Muhammed, për shembull. Allahu na ruaj. Andaj njohja e Allahut është më e rëndësishme se njohja e vetes sonë. Nga se rajsht vetën tonë e njeh përmes Allahut, kush je ti realisht. Çka lim dunjati? Puna jote, roli yt, mundësitë tua, i njeh ku përmes njohjes së Allahut te bareku teala. E kur flasim për diturinë që kanë dhënë te pejgambert, na përshas për meditime. Duke lexuar Kur'an, hajde të shohim çka kanë thënë pejgambert. Kanë folur për Allahun te bareku teala. E kur kanë folur pejgamberi për Allahun xhallahu ala të ndërruazë dia për Allahun xhallahu ala në kupton disa çështje. Ti gjon Kur'an. Kur pejgamberi na ka mësuar se na duhet me mësuar për Zotin, dersi jonë çka? Na me mësuar për Allahun te bareku teala. Mirë, çka përmban ky dersi për Zotin? Ky mësimi për Allahun çka përmban vetën e vet? Qysh e kompleton besimtari njohurinë e tij për Allahun te bareku teala? Përmes pejgamberëve. Do një njohuri është kjo, na me e kompletu, apo me i kompletu njohuri tona për Allahun xhalla xhelalu. Qysh i kompletojmë? Tash përmes pejgamberëve. E para, domthon shtegu i parë është me njoft Allahun me emrat e bukur edhe cilësitë e tij të përkryera. Allahu flet në Kur'an, për shembull nga cilësitë e Allahut xhallahu ala është mëshira, se Allah është i mëshirshëm. Nga cilësitë e Allahut xhallahu xhelalu është krijimi. Krijon emrat e Allahut xhallahu ala, që Allahu te baraka ka emrat e bukur. Emri Allah nga më të bukur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kësë Prandaj, ta njojmë Allah, ata ta ka mësu kush është Allahu dhe çka në kupton për shembull emri Allah, çka në kupton emri El-Ghafur, ai që fal mëkate e kësë më radhë. Prandaj, njohuria e parë që pejgambert në mësojmë për Allah është të mësojmë kush është Allahu te bareku teala. Çështja e dytë, në vëllezër, që pejgambert na ka mësuar për Allahun është se na ka mësuar për argumente që flasin për Allahun. Nuk ka dije që e argumenton ekzistimin e Allahut dhe meritën që e ka Allahu për të adhuruar më mirë se pejgamberi i Allahut te bareku teala. Që disa njerëz mundu me ndjek rrugë të filozofëve ndryshëm, me njerëz të caktuar që kanë folur për Allahun edhe për argumentet, mirë po larg janë shumë të pejgamberët Allahu te bareku teala, larg janë. Prandaj na mësojmë për pejgamberët, na mësojmë nga pejgamberët për Allahun kush është dhe mësojmë për argumente që flasin për Allahun xhallahu ala. Nga argumente që flasin për Allahun çka ka? Krijesat e tjera. Kosmosi, gjithësia, natyra, toka, qielli, dielli, hana, yjet, detnat, këtë flasin për Allahun xhallahu ala. Këtë thënë se na kemi një krijues. Njeri që sa është i komplikuar. Që njeri për shembull çfarë krijesë është? Çish funksionon njeriu?
Çdo lëvizje e njerit të ndërruar vëllezër dëshmon se Allahu është krijuesi i tij. Çdo lëvizje, gjithçka. Që për shembull tash në këtë situatë. Unë po flas. Qysh po mnini ju mu? Qysh po vjen zonë jam të jo? A deni këtë punë? Ne me në duke të thjesht, po t'i hoq po fola po nim, po sahi, po adin që procesi kompliku më shkjotën, kësë është i thjesht, vetë zonë jam me dalë, adin së procesi aktivizohet me dalë zonë. Zonë që po dalë, që ka zonë jam. Nuk është i thjesht, kush e kryon këtë zonë, që shprodhohet. Allah i madhe përdojnë, veç. Ata mjekë thujnë, kjo kompliku, sahi, në fund, që ka thujnë? Në fund, këto këtë bëjnë, tani përdojnë, që ato në fund kush e banë? Ti qysh një në tjepën? Në zonë jam ka në për valë caktume, ato valë për cilën qatë zonë. Ditë vjen të veshi e kapë, pastaj qaj zonë shëndrojët në tingull që ti e njën, po qatë tingull kush e bane? Allahu gjënë në vana. Shikoj, gjdo fjallë, sa njerës flasin, sa flasin, ju ketë pëse që po të gjeni, për secën kujdesë Allahu me një. Sa madhështore. Për secën e qëtë që një një, secën Allahu është duke kujdesë që ti me një. Njoni me lonë Allahu gjellewala, s'nin. As nuk shë. Andaj, pejgamberi na ka mësu, qysh me e madhnu Allahun duke njoftë Allahun. Qysh me madhnu Allahun gjellewala duke i kuptu argumentet që flasin për Allahun gjellewala. Unë këtë për dëgjimin e shikimin shumë shkurt e përmena, vetë sa për me ilustru si shemë se që është me e komplikuar, shumë me e komplikuar është. Shkoni për shembull edhe që është një ushqimit. Kush e shpërndan? Ata që e bartin. Kush e shpërndan apo? Ti ke pa veç me shpërndan për i fabrikën, dyqane so kamioni, so agjentat që e quajnë. Mirë, aty kur të hanë kafshën, aty ka kamione që e shpërndajnë. Do shkon atje, furnizon. Kush i lëviz ta kamione mrena? Ti idenë se ti as nuk din sa janë mrena. Për vetën dojnë të zin. A din? Ja ty vend, po nuk din. Këto do të me studiuan në plus asaj, a ka mësë me kuptu, sa ka? Kush i ban këto sane, kush i merë? Qush e dinet a ka me qu, kush i mësan? Kush i ka mësu? Qaja kaq këtina, qaja kaq tina, qaja kaq soj, këto qënë mëlqi, këtë që këtu, këtë që të zemra, këtë shëndrojnë gjak këtu. Kush e mësan? Kush e ka bo këtë fabrikë? Që është e madhe këpo. Pejgamber në ka mësu që të. Që të ka më menani për së punë, fi anfusikum afala tubsirun. Në vetë në juaj, a jeni të kuptu? Jo në vetë në juaj. Këtë meditim nësë, bë me konë të tumë. Që ashtu të hanë, penë, dëgjanë, shkanë, merë, normale. Nuk ka normale, nalë me në ka dalë me dhe. Ka dalë. Të për shambull, gjdo dit, pa nalë, gjdo dit, dikush para shpi, që ashtë ma sabo kërë thesh, sa shkështë të shpia, për shambull, e gjenë një paket të shpia. Do qëmsht, do sheqer, një herë, dy herë, mërë, herën e tretë, pa thëmë, kushtë të mirë, qëka thush? Qa thush herën e tretë? Kushtë të e pru që të Allah? Dikush më bjenë që të, a thush është të për? Nuk shkan ti mërë është një mërë, një vjetë që të kur zvetë kush për bjenë, ha? Ja s'ban kështu apëta. Ja veti, të vetë kush për bjenë. O mirë, vetë kush për ma silë dritë në silë, kush ma silë mundësilë, kush për kyrë, kush për kujdeset. Allahu gjellë vala. E këtë meditim, do më që ka të bëj me kapjen e mirësive dhe argumentit që flasin për Allah në kanal pejgamber për në mësu. Ti kur e zonë për pejgamber, ata të mësojnë qëta. Menon për ta, këshyre e këtë. Me të vetëdisu për bukurit e besimit në Allah të varë të. Gjashtu të në vëzër, nga dhia që pejgamber kanal me në mësu për Allah në është, me në mësu për adhurimin dhe Allahot. Qysh Allah në më adhuru. Për shambull, mos më pa qenë pejgamberi Alisam, Muhammed Esam, me në mësu që shme falë sabon, që këshme falë sabona? A këshme falë 2 rekate me zohë që kështu ta? Jo, më që falë. 100 mendimi këshme pasë, jo me zohë, jo pa zohë, jo 2, jo 3, jo pe i falë një se e në të flejtë për gjumë shumë, jo.
Shumdit. A këshum dit me që me kënu surën Fatiha, a këshum dit me shku në ruku, po s'këshum dit me qëfara. Kur e shumë dit? S'ka dit pejgamberi, s'ka dit, ne e kam su Allahu Gjellewala, jo me dit namëta. Andaj, kush në kam su Allahu në madhru? Pejgamber të Allahu Gjellewala. Dhe kur ti mediton, e shaj që pejgamber të kam su me madhnu Allahun, me njoftë Allahun, me adhuru Allahun Gjellewala, që kjo është dia që me të kanë ardhur. Edhe kupton se këta e njerëz më të mirë, se ne kam su më të mirën, edhe kanë folë për më të mirën. Që ata i dojnë mas shumë të pejgambert Allahu Gjellewala, e në kryet ty në Muhammedin alayhi salatu wassalam. Në kam su për shambull pejgambert, në kam su të që në kam su? Në kam su për ligjet Allahu Gjellewala. Ligjet kosmologjike, ato ligjet e natyres. Një herstojnë natyra, cëllë natyrë? Kurën e natyrë? Natyra, kurën e? Qa është e natyrë? Natyra është krijesë Allahut, Allah e ka krijuar. Allah ka vendos ligje natyrë që ai kujdeset për to, se natyra s'u kujdeset. Ka ligje. Ligje për shembull, ligje i sprovës. Allahu ka vendos çdo krijesë ka mos provu. Ligj. A ka mundësi dikush me refuzu këtë ligj? S'ka mundësi. Ligji i Allahut te baraka taala që ka të bëjë me, për shembull, shkatrimin e zullumçarëve. Ligji i Allahut është, çdo zullumçar Allahu ka më shkatru. Kohën, vendin, Allahu e din kur. Ama çdo zullumçar e ka në përfundim. A ka pas ma zullumçar se Faraoni? Shumë konë i keq, shumë konë i keq. Ti lexon Kur'an me Musa, në mëson se Allahu ka më shkatru. Beni se që në tut, në më në nëzonë, e isë këmë s'keni gale se Allahu qëto e ka vendu, qëto ka me pas funë e jepën. Se ka të përua. Dhe pejgambert në kanë e shprejes, në kanë e gudzim, në kanë e frymzim, se legji Allahu të është se një zullumçar fundin e ka. Shpejti ka me marë, me përfundu, çdo zullumçar. Kush bën zullum? Në mësë pejgambert, ligjet Allahut, gjellë gjellë. Pejgambert të nërëvëzër, nga e që në ka mësu është, në ka mësu edhe shumë sene. Njën nga ato për shumë të nëzën, në ka mësu pejgambert Allahut të barë këta, se qysh mu lidh me Zotin, dhe qysh mu afru të ka Allahut të barë këta. A këshëm ditë? Jo, nuk din që mu afru të ka Allahut gjellë barë. Qka dënë Allahu, qka nuk dënë Allahu, gjitha këto i këna mësu nga pejgambert. Dhe kjo është dija që me të kanë pejgambert Allahu të barë këta. Dhe këtë dija të e kanë shpërndan mes në njerëzve. Në veçanti për neve kush? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të ndërru vëllezër, njohja e kësaj, meditimi dhe kësaj dije që kanë ardhur, realisht sjell përfitime të shumta. E mur zemrën dashni për Allahun, madhnim për Allahun xhallahu ala. E mur zemrën respekt për ta njerëz, i bën shembull jetën tonë, i bën që me i dash më shumë se gjithçka, me mësu për ta, me njoft kush janë, në veçanti për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ani për fund dua të them që të shpërndajmë të flasim për këtë temë dhe të shpërndajmë njësit e kësaj teme tek të tjerët, tek fëmijët tanë, tek të afërmit, që të dinë kush është Ibrahimi a.s. Në qka ka thirë Ibrahimi a.s. Në qka ka thirë Musa a.s. Qka ka mësu Musa a.s. Pse mësime? E në veçanti, me qka i ka mësu pejgamberson njerëz të kohës e ti dhe njerëz e gjitha kohërave, mësimet e Muhammedit a.s. Në një pjesë mësimeve kemi marë, në libën El edhe Mufrad, apo atje, veç këna marë, qysh në ka mësu pejgamberson mësit një një me të të të. Veç një, so mësimi i konë, para më ndojmë mësimit e tjera. Kërë që në meditim për pejgambert Allahut, ne mësojmë se ata janë tema më e rëndësishme, janë njerëzit më të rëndësishëm, janë shembulli jonë dhe mësime që ata kanë ardhur me to janë mësime më të rëndësishme që ne nuk duhet me i neglizhu, por duhet me marrë me to. Që flasin për Allahun xhallahu ala në esencë, pastaj edhe për temat e tjera. E për Allahun i përmend disa veç lloje të njohurive që kanë ardhur pejgambert me to. Që na duhet me i kurtu vëmendje edhe me mediturë tyne, edhe me mësu veten tonë që nga çta pejgamber
me marrë dhe që ka Allahu në ka mësu për ta. E ku e gjemë këtë? Në Kur'an. Me lezu Kur'an të në me lezu Kur'an. Elhamdulillah kemi në gjuhën shqipe, me lezu normal në gjuhën originale, për sevap, për shpërblim, mas pari me mësu, po pastaj edhe në gjuhën shqipe me lezu. Allah fletë për Musa a.s., për Ibrahim a.s. Kështu që kanë thonë, kështu që kanë mësu, e tjera që mund të marrim nga mësimet e pejgamberët Allah të barë këtala. Allahu na bëft pasues të pejgamberëve, në veçantë të Muhamedit alayhi salatu wasallam, nga sa është pejgamberi jonë, e na bashkoft Allahu me mësimet e tij në dunja e me ta personalisht edhe në xhenet nesër në takim tek Allahu i mënduar. Kjo një tash përmbledhje disa mësimeve, meditimeve që ka të bëjë me këta njerëz dhe me dijen që ata e solën mes njerëzve. Ata kanë sjell hala shumë tjera që do të mundohem me shpalosin inshallah në takimet e ardhshme. Allahu e shpëlbeft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.